Një vendim i pazakontë por me mesazh të fortë është marrë nga një lokal në qytetin e Pogradecit. Menaxhmenti i tij ka vendosur të mos lejmë hyrjen e të rinjve nën moshën 18 vjeçare. Ne morëm si iniciativë duke parë që nxënësit kishin një tendencë të lënë të orëve të mësimit dhe mos frekuentimin e shkollës. Pam që ata kishin kaluar nga librat, te veshjet ekstravagante, te duani, te fjalori banal. Dhe mendojmë që ne si Sherlock Irish Pub t'i japim një mesazh për të gjithë njerëzit dhe sidomos për bizneset që mund të përfitojnë nga mosha e tyre e vogël. Një lokal që jemi edhe shumë afër gjimnazit. Ky vendim sjell humbje ekonomike për lokalin, por më e rëndësishme për drejtuesin e këtij lokali është mesazhi se sa para të humbura. Sigurisht që kjo ka një peshë në bilancat e lokalit, pasi çdo individ përkthehet në të ardhura. Por ne si Sherlock Irish Pub jemi të mendimit që më mirë një lokal bosh se sa një shkollë bosh. Iniciativa është vlerësuar edhe nga specialistët e fushës së shëndetit mendor dhe psikologët. Nisma është shumë pozitive për sa i përket ndikimit në komunitet. Para njëherë interesi më i lartë i fëmijës. Të gjithë fëmijët gjatë procesit mësimor, gjatë fashës mësimore, nuk duhet të devijojnë përveç në ambienteve të shkollës. Dhe çdo aktivitet tjetër jashtë ambienteve të shkollës është një proces devijant dhe jo i mirë për sa i përket të ardhmes së fëmijëve. E dyta, subjektet dhe të gjithë komuniteti jonë në qytetin e Pogradecit duhet të jemi shumë koshient që duhet të bëjmë përpjekjet tona që të gjithë të miturit dhe fëmijët gjatë orarit mësimor të jenë në ambientet e shkollës. Ashtu siç është edhe subjekti në fjalë i cili ka ndaluar prezencën e të miturve gjatë orarit mësimor, sepse në fund të fundit të gjithë jemi prindër, të gjithë kanë fëmijë dhe normalisht asnjë prind nuk do të dëshironte që fëmijët e tyre gjatë procesit mësimor të ishin në ambiente jashtë shkollës. Ky shembull nga Pogradeci pritet të ngjallë debate edhe në qytete të tjera të vendit për mënyrën se si komuniteti dhe bizneset mund të kontribuojnë në edukimin e brezit të ri.